Të nderuar miq, mirë se vini në podcastin e radhës mos e është, dritarin e informimit dhe dritarin e fjalës së lirë për qytetin e Progredesit. Në fakt do të vijojmë tek aktualiteti i ndodhive të fundit që kanë ndodhur për sa i përket administrimit të qarkut Korçës, sidomos në periudha të vështira, por nga ana tjetër edhe nga aspekti politik. Unë në fakt kam kënaqësinë të kem në studio sot doktor Gendi Çanën, sekretar politik i Partisë Lirisë për qarkun e Korçës, një ndër opozitarët qendrështar në këtë qark, një ndër ata të paktit të cilët kanë refuzuar të bëjnë ato hedhjet majtës djathtas, siç ndodh të rëndom para ose pas zgjedhjeve. Doktor, kënaqësi që të kam sot në studio. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia ime. Në fakt rikthehemi pas zgjedhjeve të fundit që ishit herën e fundit në këtë studio për të folur më tepër, por unë e di që situata në Pogradec apo edhe në gjithë qarkun e Korçës nga viti në vit, nga muaj në muaj më zi bëhet. Për sa i përket qenies publike, për sa i përket interesit të qytetarëve, si e shikoni këtë situatë? Domethënë, sepse ju keni qenë një ndër ata të cilët keni ofruar disa platforma, disa qëndrime tuaja për ndryshim të këtij vendi, por pavarësisht kjo nuk është dëgjuar nga masa. Ju patët një reflektim ditën e dieshme, në mos gaboj, për një popull që nuk arrin të kuptojë dhe të reflektojë. Po nis nga ajo në fakt që kam shkruajt një ditë më parë, që ka të bëjë me një koncept psikologjik, tashmë të studiuar dhe të pranuar, të asaj që quhet pafuqi e mësuar. Sepse në shumë prej sjelljeve tona na ndodh që t'i mësojmë në jetë, përforcohen ose të shuhen. Dhe duke qenë që populli ynë ka kaluar një periudhë shumë të gjatë, gati prej 80 vitesh, nga një regjim, pastaj në një periudhë tranzicioni dhe pastaj në një regjim tjetër, si ky i fundit, mendoj që shpeshherë mendimi kritik, iniciativa e qytetarit, dëshira e tij për të marrë pjesë në vendimmarrje, janë gjëra që janë shtyp vazhdimisht. Dhe tashmë qytetarët e ekspozuar karshi të gjithë këtyre situatave të frustrimit vazhdueshëm dhe të mos pjesëmarrjes, mos përfshirjes në punët, në vendimet më të rëndësishme për jetën e tyre, atëherë befas ata heqin dorë nga gjithçka, bëhen pasiv, dhe kjo shpjegon faktin që mbyten mijëra familje, më duket diku rreth 5600 familje psuan në fatkeqësinë e ditëve të fundit, dhe njerëzit që dolën, që folën para i kamerë ishin shumë pak. Ju i keni ngjuar dhe historitë se si njerëzit ju afroheshin dhe kishin frikë të jepnin intervistë gazetar. Do të shumë shpesh kjo. Të syrit, ose ju ka ndodhur edhe juve besoj në terren. Patjetër. Dhe pra njerëzit kanë frikë të thonë fjalën e tyre, mendimin e tyre, kanë frikë të bëhen pjesë e një kritike dhe të kundërshtojnë kur punët ju qëllojnë që vend të pragu i derës edhe i lënë ndoshta edhe pa ato pak të mira materiale që ata mund të kenë. Do të kjo është pafuqia e mësuar që për fat të keq ne e shohim dhe sot habitemi kur ngjarje ka përdit, korrupsioni i jashtëzakonshëm, qeverisja në pikën e saj ndoshta më të dëshpëruar dhe më të keqe, qeverisja e rilindjes dhe qoftë nivel qendror, qoftë nivel lokal, dhe befas qytetarë të cilët nuk reagojnë, heshtin, nuk flasin, nuk protestojnë. Ndaj, unë mendoj që kjo do të ketë një kur, do të ketë një ilaç. Dhe vetëm mundësi është që qytetarët fillojnë të flasin, të reagojnë, protestojnë, është vetëm mundësi që zëri i tyre dëgohet dhe të bëhet pjesë e vendimmarrjes. Jo, është e qartë. Unë në fakt shoh zhvillimet e fundit. Dhe mua realisht më tremb ajo që mendoj që mund të ndodhi me të ardhmen në këtë vendi, për shkak sepse unë kam zgjedhur që të qëndroj, ndryshe nga shumë tjerë. Është e vërtetë. Në një vend ku pasiguria publike, rendi, mirëqenia sociale, shëndetësia, arsimi, të gjitha gjërat që nga 2013 dhe në vazhdim po bëjnë një regres të tmerrshëm. Nuk them që nuk ka pasur më përpara, plasma të që është, por viteve të fundit ajo që shihet është një regres i tmerrshëm. Por gjithsesi prap njerëzit duken që e kalojnë këtë pafuqishmërinë e mësuar,
e tejkalojnë sepse duket sikur kanë përballë një barierë shumë të madhe dhe një mekanizëm shumë të madh që të merr frymën. Edhe me të drejtë gjithë secili mund të mbylli gojën një herë. Mendon që do më heqin të asistencën, do më largojnë pensionin, do t'ja bën jetën të pajetueshëm fëmijëve të mi, ë? Edhe në njerëz zgjedhin të mbyllin gojën, apo jo. Po është një mekanizëm i tmerrshëm, po unë nuk e di cila mund të jetë kura politike. Edhe mundojmë ta mendojmë ndonjëherë. Politike, unë besoj që janë njerëzit që kanë kurajo dhe që ndërmarrin veprime të cilat shkojnë kundër këtij lloj pasiviteti, këtij lloj qëndrimi në heshtje, kësaj ikje. Më duhet të them që dhe ikja masive nga Shqipëria është pjesë pikërisht e këtij fenomeni. Ikja është këtu nuk bëhet asgjë dhe më mirë të ikim. Dhe është pjesë pikërisht e kësaj pafuqisë mësuar. Pafuqia për të përballë të bën që të ikësh dhe të braktisësh vendin dhe kjo është drama më e madhe që i ka ndodhur Shqipërisë në këto vite. Krahas atyre që ju përmendët, unë besoj që ajo që ne shohim për ditë, tashmë kur duke ardhur për këtu, pash vetëm lokale të fshatit Bosh, të cilat vitet shkuara kanë qenë plot të ri, të moshuar, njerëz të ndryshëm, po banorët të këtij vendi, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër e kishin ndërtuar jetën këtu. Dhe tash shikon vetëm rrugë boshatisura dhe kjo vlen për Buçimasin, vlen për Pogradecin, vlen për Korçën, vlen kudo në gjithë qarkun, nga do që të shkosh, ti shikon qytete të cilat praktisen për ditë dhe një vend i cili mendoj që drama më të madhe ka pikërisht ta ikja e njerëzve. Problemi qëndron edhe në një model tjetër. Për shembull, shoh atë përditshmërinë e tymnajës mediatike që ndodh ndonjëherë, ku një akademike leja ypin nëse arritet të lexosh fillimet e fundit, thotë që do largohem dhe unë si tjerët etj. U larguam saktë nga Shqipëria. Ndonjëherë e ka të mësuar në gjenezë ky popull që të dorëzohet përpara se të luftojë. Në fakt duhet luftojnë pa u dorëzuar dhe mendoj që pikërisht të tilla akte qytetare, në këtë rast ndoshta jo i Leas, por i gjithë atyre qytetarëve që në të ftohtë, në shi, i gjithë atyre gazetarëve si ty, i gjithë atyre njerëzve të ndershëm të cilët ngrenë zërin, i gjithë atyre politikanëve që shkojnë të dyert e spakut dhe denoncojnë, i gjithë njerëzve që kanë vullnetin dhe dëshirën për ta ndryshuar situatën dhe unë mendoj që në fakt ajo që më bërgos më shumë është që intelektualët do të duhet të ishin më të zëshëm, më aktiv në një periudhë tillë. Shqipëria ka nevojë jo për mendje të nxehta. Shqipëria ka nevojë për mendje të ftohta, por për fat keq në Shqipëri ka ikë shumë edhe nga shtresa e mesme, e cila është e pavarur dhe nuk ka lidhje me pushtetin, që kishin një biznes të vogël, qoftë edhe familjar ose një biznes të mesëm dhe një pjesë e tyre kanë ikë. Ka ikë shumë nga ajo pjesë e policisë që nuk i kishte lidhur afatet e veta ose mbijetesën me fondet apo me buxhetet publike. Dhe tashmë ti gjendesh në një Shqipëri që ka 2 milion banor, ndoshta edhe më pak se sa kaq, do të shikojmë që rreth 1.200.000 prej tyre janë të lidhur me buxhetin e këtij vendi, me paranë publike, sepse këtu përfshihen rreth 720.000 pensionistë, këtu përfshihen 185.000 buxhetor, të cilët janë në administratë qendrore dhe vendore, po këtu përfshihen 150.000 që janë me paaftësi ose rreth 50.000 tjerë që marrin ndihmë ekonomike. Pra, po ti mbledhësh të tilla shifra, ti kupton që një pjesë e mirë e njerëzve këtu jetojnë me këto rrogat tona ose me këto pagesa tona qesharake, por në fund ditës nuk duan ta humbasin atë dhe një pjesë e mirë e tyre në fund ditës janë konformist me pushtetin. Janë konformist ditën e zgjedhjeve, kur vjen zgjedhjet, kur transformohet i gjithë vullneti i qytetarëve shqiptar, deformohet jo transformohet dhe vazhdojnë të jenë gjatë gjithë periudhës së një qeverisje, duke vazhduar të mbajnë në këmbë
në mënyrë krejt parësyeshme, do thoya unë, një regjim i cili ka arrit deri aty sa të vjedhi atë që e shohim të gjithë. Për shembull, rasti i inceneratorit të Tiranës pa incenerator është i gjë e tmerrshme. Por rasti i fundit i parkut të teknologjisë së informacionit, të high-tech-ut, ku ka vetëm një livadë. Do është një gjë që nuk ka nevojë as të bësh hetime, as të ngrihen prokurorët e BK-s apo SPAK-ut. Nga fillon me sy të lirë që Është me sy të lirë. Është një gjë në dritë diellit. Do thotë kemi arrit deri këtu, deri në këtë pikë dhe për fat keq një pjesë e mirë e kësaj armate të madhe, të cila është një masë kritike, është një masë e madhe, vazhdon të jetë konformist me pushtetin, edhe kur ai bën padrejtësi, edhe kur ai e vjedh, dhe mundet ndoshta të thotë në një fjalë vetëm kur i vjen te pragu i derës. Por ne nuk mund të presim që të gjithë shqiptarëve të na vinë te pragu i derës për të reaguar. Duhet të reagojmë edhe për fqinjin, edhe për bashkëqytetarin ton, duhet të reagojmë edhe për atë që i ndodh fatkeqësia në Veri apo në Jug, edhe për atë që i ndodh në Maliq, edhe për atë që i ndodh në Ersek, ashtu siç duhet të reagojnë edhe ata kur neve këtu në Pokradec kemi hallet tona. Është e vërtetë, ajo që duhet të ndaloj vetëm në një sekond tek një element që përmendet, 120.000 persona në administratë. Ajo mund të jetë edhe pak më tepër. 185.000 thash. 185.000, po, fal. 185.000. Në 185.000 vetëm 40% është eficiente. Pjesa tjetër është administratë jo eficiente, politike në shumicën e rasteve, që unë kur pyesja një kolegun tim pedagog në universitet dhe thosha cila është domosdoshmëria e të mbajturit kaq personave në administratë, mund t'i mbanin me financime të tjera apo ku di unë. Tha, shumë e thjeshtë, i paguajnë 4 vjeta për 4 ditë, tha. 4 ditë për një ditë praktikisht. Praktikisht për një ditë, tha, që të marrin disa njerëz nga shtëpitë dhe të çorin qendrat e votimeve, pra votat e sigurta të tyre. Dhe kjo është kthyer në një sistem shumë keq. Përkundrazi, ajo që sot e ka cëmuar Shqipërinë në një element tjetër që unë e shoh është mendësia. Po jo që individëve arsimin, do të thonë nëse dim luftrat nga 1400 edhe në vazhdim në Shqipëri ka ndodhur vetëm për dy gjëra, për gjuhën shqipe, për territorin, edhe për në vetvete për arsimin. Arsimi është shkatruar, gjuha shqipe më shumë flitet gjuhë hibride e përzier, dhe elementi tjetër territori po shitet ditë për ditë. Do thonë, për gjithë ato që janë vrarë shqiptarët, për gjithë ato që i kanë mbrojtur me gjak, sot po shkatërrohen kështu, hapur fare. Dhe kjo është këmbana e alarmit sepse është një popull i cili nuk po reagon pas padrejtësie. Okej. Nuk do t'ja japi votën Partisë Lirisë. Nuk do t'ja japi votën Partisë Demokratike apo partive të vogla. Por nuk e justifikon faktin që dali masivisht në votim. Edhe të votoj regjimin. Kjo ndodh vetëm në Irak. Si shihni këto zhvillimet e fundit gjeopolitike, sepse shpeshherë nga opozita këto zhvillime gjeopolitike mund të shihen në paralelizëm, edhe me zhvillimet e brendshme në Shqipëri. Besoj më kupton. Po. Mendoj që është shumë e rëndësishme që administrata e re në Shtetet e Bashkuara është duke vënë disa pika mbi i në raportet që ajo kishte ndërtuar në politikën e jashtme. Tashmë ata bën edhe një ligj lidhur me këtë, i cili kaloi në Kongres, dhe më sa më kujtohet, pata kënaqësinë rreth parë që aty Kosova përmendej 7 herë. Dhe që qëndrimi i administratës së re ishte krejt ndryshe nga ato që ishin pritshmëritë para se të votojë Trumpi 2. Që do të thotë që shpeshherë politika amerikane befason, neve shqiptarët na ka befasu gjithmonë për mirë dhe mbetet një prej shteteve ose aleatëve tonë më të rëndësishëm dhe më strategjik. Kemi një zëvendës kryeministre të marrë në tim nga SPAK. Kemi nga ana tjetër drejtues të Akshit, drejtues të lartë shtetëror
të cilët janë me mas sigurie. Nga ana tjetër, po dalin ditë për ditë investime shumë të mëdha, të cilat janë keq investuar, janë vjedhur në gjuhën thjesht popullore. Po s'kemi akoma përgjegjësi, kemi thjesht një parlament dhe një kryeministër që po mundohet të mbrojtë të jetë. Është një sinjal frike për përshkallëzim të pushtetit, të rritje të asaj që do të njësë agresion i pushtetit. Është një sinjal frike, po është një sinjal frike i qeverisë karshi gjithë këtyre zhvillimeve. Unë mendoj që Rama dhe e gjithë ata që e rrethojnë, që janë sot njerëzit më të rëndësishëm në pushtetin që i kanë ndërtu, kanë gjithë ato arsyet që të ndihen të friksuar, të pasigurt dhe që të bëjnë hapa të gabuar. Për shembull, rënja ndesh me parimet që kishin vendosur për këtë punë në parlament lidhur me imunitetin e deputetëve, vonesa në rastin Balluku, qëndrimet që nuk do ta japin imunitetin, të cilat mbetën për tu parë, duke qenë që mbledhja është lënë në fund të këtij muaji, mbledhja e Këshillit të Mandateve. Unë mendoj që janë gjitha këto që e bëjnë Ramën të duket jo koherent, po ta krahasojmë Ramën aktual me atë të një viti përpara, me atë çka deklaronte ai në raport me institucionet e reja të drejtësisë edhe me reformën drejtësi. Ai ka dhënë sinjale. Ka thënë celularin tim mos e kapni me dorë. Dakor, ka dhënë sinjale, por tashmë i kanë vajtë afër. Atëherë ka qenë vetëm nuk besoj që ka qenë kaq i pasigurt sa ç'është tash, sepse ngjarjet po rregullisen në mënyrë të përshpejtuar, shumë prej atyre të cilat fliteshin, kishin dalë nëpër media, tashmë po vërtetohen. Ku besoj që një prej elementeve shumë të rëndësishëm ishte edhe kanë qenë dhe deklarimet e zotit Ametaj dhe sigurisht të gjithë opozitës në raport me aferat korruptive të tyre dhe me gjithçka që u bëjnë, ku më të rëndat unë besoj që janë ato që cënojnë sigurinë kombëtare, që janë Akshi, Porti i Durrësit. Partia e Lirisë, çfarë qëndrimi mban në këto procese? Sepse dihet që vetë lideri i Partisë së Lirisë tani prej kohësh e drejton partinë nga qelia, për shkak të asaj që do të njihesi Spaku i cili sot po shigjeton vetë drejtimin e shtetit, se kur flasim për zënës kryeministra apo dhe për organet tjera. Shiko, Partia e Lirisë sot ka pas një konferencë për shtyp të sekretarit politik Partisë së Lirisë, zotit Tedi Blushi, dhe të avokatit të zotit Meta, zotit Sakrani, ku edhe herë tjetër ne dëshmuam që në raport me atë çka është rasti i zotit Meta, mënyra se si ai u mor në rrugë, mënyra se si janë zhvilluar hetimet. Tashmë kemi që në 2019 që ka filluar një dosje, e cila ende nuk po arrin të shkojnë në gjykatë dhe hetime pafund, letër porosira që shkojnë në gjithë vendet e botës dhe kthehen bosh dhe pa asnjë lloj përmbajtje, do të thotë është e gjitha një situatë ndaj zotit Meta që ne e konsiderojmë si gjuhët i shtrigash dhe një përdorim të ndoshta jo të gjithë Spakut, të elementeve të caktuar të tij, duke përfshirë zotin Dumani, kundrejt liderit ton, ndërkohë që sigurisht që Partia e Lirisë kërkon që Spaku të jetë një strukturë e pavarur nga pushteti aktual dhe të vazhdojë të bëjë gjitha detyrat e shtëpisë që ka, detyrën e saj funksionale dhe të çojë para drejtësisë ata që në fakt janë plaçkicit më të mëdhenj të Shqipërisë dhe dihet kush është, Edi Rama dhe kompania e tij. Në fakt unë nuk do të hyrë në atë pjesën e analizës juridike sepse unë jam vetë specialist i fushës në këtë gjë. Do patjetër që edhe organizatat jo qeveritare, avokatët e popullit ka dëshmuar që ka pasur një dispropocion në mënyrën e arrestimit të zotit Meta, që është i dukshëm. Nuk mund të bëhet për një ish drejtues shtetëror
që ka pasur pothuajse të gjitha detyrat kryesore, por nga ana tjetër nëse orientohemi asaj vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, kemi rastin Gëllçi. Cili është rasti Gëllçi? Rasti Toma Gëllçit ishte një rast që gjykata justifikoi në mënyrë të gabuar masën e sigurisë arrest me burg për një vepër penale e cila nuk duhet ishte në proporcion me rrezikshmërinë apo gjën. Edhe duket pak a shumë sikur jemi në të njëjtat nivele, pra që jo gjithmonë duhet parë spaku si shpëtimtar, sidomos në momentet kur përdoret keq. Por gjithsesi unë shoh një tendencë prapë kryesisht nga partitë e mëdha për ta goditur spakun në këtë moment që jemi. Kjo dëshmuar dhe nga vetë historiku që ndërhyn kryesisht dy të mëdhajat, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Po e bëj këtë analizë për të drejtuar pyetjen unë. Dihet që në momente kyçe këto të dy partitë janë bashkuar me njëra tjetrën për të bërë reforma të përbashkëta, për të sjellë vendime të përbashkëta, bashkëpunojnë shumë mirë Rama dhe Berisha në këto momente kyçe historike, siç mund të jetë dhe reforma territoriale në muajt në vazhdim. Keni frikë që mund të jetë një bashkëpunim i radhës si dy të mëdhenjve për të cënuar prapë Partinë e Lirisë? Në fakt, ajo që unë vere edhe mendoj që është një opinion që ndajmë edhe me kolegë tjerë brenda të Partisë së Lirisë është që teza e flirtit midis dy forcave të mëdha dhe që çfarëdo që të bëhet asgjë nuk ndryshon, është një tezë e cila i shkon më shumë për shtat Edi Ramës. Dhe unë nuk di të them se sa të vërtet ka brenda kësaj teze, por duke parë ata që janë artopërlantët e tezës mediatik, të cilët vijnë përgjithsisht në media që sponsorizohen nga qeveria, dhe duke dëgjuar këtë shpesh, mendoj që përpiqet që opinioni publik ta mbarsin pikërisht me idenë që këta janë gjithë njësoj, hanë në të njëjtin sahan dhe do duhet i trajtojmë gjithë njësoj, kështu që më mirë të mbajmë këtë që kemi se sa ta ndrojmë, sepse edhe këta që do vinë, prapë do bëjmë pazar me këta që ishin, dhe mendoj që kjo është një lloj kurthi ku përpiqen të na shpihen. Sigurisht që ne Partia e Lirisë ka qëndrimet e saj, mundohet të mbaj identitetin e saj politik, është pjesë e palëkundur e opozitës shqiptare në të gjitha kuptimet, me të gjithë forcën, me të gjithë njerëzit, me të gjithë dëshirën, dhe ne do vazhdojmë të jemi aktor luajal të opozitës shqiptare dhe në fakt do kërkonim që kështu të ishin të gjitha ato forca politike që janë brenda saj. Sigurisht, nga partneri kryesor që është Partia Demokratike, e kërkojmë këtë gjë dhe shpresojmë që të vazhdohet në këtë rrugë deri në qeverinë teknike dhe zgjedhjet e parakohshme. Po thoni në cilën rrugë? Konkretisht në rrugën e protestave, të përshkallëzuara, sepse duke qenë se një alati më i madh i Partisë Demokratike sot, besoj që mund të keni edhe një strategji të përpashkët vazhdimësie për sa i përket aksionit opozitar. Dhe ajo që ne shohim edhe publiku do një vëmendje veçantë se çfarë do ndodhi. Ishte ajo protesta para pak ditë përpara ndrimit të viteve, që s'është dhënë një ndryshim të dukshëm, të paktën me atë që shef publiku dhe atë që shoh unë, nuk ka ndryshuar gjë dhe pas asaj proteste, po çfarë si do të vazhdoj? Pra dhe çfarë prisnia? A është objektive ajo qeveri teknike, a është një diçka e arritshme apo është diçka subjektive që bëhet vetëm për retorik dhe vetëm për të zgjuar kurajon e qytetarëve? Shiko, ne pajtohemi të gjithë me idenë që zgjedhje të lira dhe të ndershme me Edi Ramën nuk ka. Absolutisht. Kjo është një gjë e testuar tash. Po, absolutisht. Dhe bazuar në këtë paradigmë, sigurisht që aksioni opozitar, krahas edhe zhvillimeve të tjera që po ndodhin rreth qeverisë, ku tashmë pjesa më e madhe e kabinetit ose rreth gjysma e tij janë ose në akuzë, është vërtet. Ose në netim, tashmë ka shku shumë afër familjes kryeministrore hetimet,
Mendoj që Edi Rama ka firmos në shumë nga gjërat të cilat janë tashmë publike dhe janë në netim dhe është përgjesi drejt për drejt për disa prej këtyre aferave. Ndaj, mendoj që shumë shpejt mund vijmë në një situatë të rënjes, qoftë nga reagimi opozitar, qytetar, që unë shpresoj të vi duke u fuqizu, në ana tjetër edhe nga gjithçka ndodh rreth qeverisë në raportin e saj në drejtësi dhe të mbrihet te një qeveri teknike e cila do ta çojë vendin drejt një palëzjedhje të lira dhe të ndershme. Ky është vizioni ymë për atë që mund ndodhi. Sigurisht unë nuk bëj orakullin dhe shpresoj që situata është e tillë tashmë që po shkohet drejt saj dhe fakti që Edi Rama hedh në treg edhe personazhe si Lea Ypi, me gjithë respektin që kam për të, do të thotë që edhe ai është i pasigurt dhe po shkohet pikërisht drejt kësaj zgjidhje politike. Sepse situata kërkon një zgjidhje politike. Befas, se mua më ndodh që të kem shumë miq majtas djathtas të qendrës. Dëgjoj që në shumicën e administratës sot ka një këmbana alerti që është e pa kuptim brenda tyre. Justifikohet, ë. E ndërlidh këtë këmbanë nëse e ke dëgjuar dhe nëse keni dëgjuar dhe ju për diçka të ngjashme me situatën aktuale politike apo me ndryshime të mundshme? Sigurisht, njerëzit kanë gjithë sensorët e tyre për të marrë temperaturën politike, për të marrë rrjetën e ngjarjes dhe unë mendoj që edhe brenda PS-s tashmë zgjen situata, ka dhe aty palë të cilat janë në konflikt të hapur ose në rregoz me njëra tjetrën dhe ka filluar të ketë dhe zëra të cilët mbajnë një lloj qëndrimi, sado që janë minorancë, por mendoj që shumë njerëz janë të aftë ta kuptojnë që në Shqipëri ka ardhur momenti një rotacioni politik, i cili sigurisht që do vijë përmes votës dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nëse do të nxjerr pak tek një situatë tjetër brenda Partisë Demokratike, do ta lënë dorë nëse do ta komentosh se jo është tjetër gjë. Ka disa iniciativa të tjera të brendshme, është lëvizja Saliani, një lëvizje e cila shihet përsëri si një ngjallje shpresë brenda PD-s, nga një pjesë e demokratëve, nuk po flas në makro. Si e komentoni këtë gjë? Si aleat më tepër? A ka një kuptim kjo lëvizje? A jep një përgjigje për demokratët apo për opozitarët kjo lëvizje apo jep një efekt pozitiv brenda opozitës? Mendoj që partia më e madhe opozitare kaloi në disa sfida në vitet e fundit. Dhe regjimi sigurisht që ka pas prirjen, gatishmërinë, madje ka punu që opozita të përçahet sa më shumë, të fragmentohet, të pasivizohet, të humbasi mbështetjen, të humbasi njerëzit e saj, të humbasi figurat. Ju e dini se si ka qenë merkatoja politike. Absolutisht. Edhe brenda PS. Absolutisht, në gjithë. Dhe Partia Demokratike arriti në një pikë ku diskutoi për ekzistencën e saj. Është vërtet. Pa logo, pa vulë. Tash gjithë trajektoria në periudhën e fundit ka qenë ngjitse. Sigurisht, jo siç do e donim, por unë mendoj që Partia Demokratike është duke gjetur linjën e saj, trajektorën e saj në këtë udhim që do e quaja një udhim ringritje ose ringjallje dhe ku sigurisht iniciativat ndryshme, aktorë të ndryshëm mund të kenë këmbvështrime të ndryshme, por prandaj jemi në politikë që sigurisht pa kalu disa caqe, disa limite, disa kufi që i kanë formacionet politike, mendoj që këto e bëjnë më të mirë, më aktive
debatin e brendshëm dhe gjithë aktivitetin politik të Partisë Demokratike, sigurisht në rastin kur ato nuk kalojnë limitet që vetë formacioni politik e vendos ndarësisë saj. Duhet ndalem tek një reflektimi juaj personal, nuk e di sa i sinqert do jetë. Ju gjatë karrierës tuaj politike keni pasur pas edhe njerëz të cilët i keni mbështetur në shumicën e rasteve. Ata të cilët sot mbase disa prej tyre, jo të gjithë. Disa prej tyre elementin e mirënjohjes nuk e patën. Ndihesh, nuk po flas për konkret, por ndjen një keqardhje që ke kontribuar tek ata dhe fiks momentet kur ata do duheshin më shumë të kontribuonin jo tek ty, po tek grupi, tek ekipi, ata nuk ishin. Shiko, unë kam pas fatin të luaj për i kohë të shkurtër në futboll në fëmijërinë time, duke qenë që edhe babai ishte trajner futbolli dhe isha rrit në atmosferën e futbollit dhe sa herë që na lëndoi shok skuadre, sa herë që dikush ikte, se kalonte moshën e asaj moshe, atij grup moshe ku ishim ne, të vinte keq. Sepse ekipi është ekip, ka nevojë për gjithë. Dhe edhe në politik na ka rastis të takojmë njerëz të ndryshëm, të formime të ndryshme, me cilësi të ndryshme njerëzore, dhe sigurisht vjen keq kur disa kanë zgjedhur rrugë tjetër. Është e vërtetë që mirë është që njerëzit jenë mirënjohës në raport me njëri tjetrin. Shumë prej tyre i kanë dhënë Partisë Lirisë dikur dielës së is, kanë kontribuar me angazhimin e tyre dhe unë për këtë gjë rastin t'i falenderoj, ashtu siç ndihem keq në momentin kur nuk i kam pjesë në krah, kur nuk i kam bashkë, por kam kuptuar që politika është gjë dinamike, nuk është një fotografi të cilën ti e merr dhe mund ta vendosësh sot, dhe kesh njëjtën pas një viti, pas 2 apo pas 5 vitesh. Forcat politike janë dinamike, ndryshojnë, njerëz vinë, njerëz ikin. Sigurisht kur je në opozitë ti ndjen urin për ata që vinë dhe ke keqardhjen për ata që ikin. Ndërsa në pushtet të ndodhi lloj transformimi tjetër. Vinë gjithë dhe s'e din arsye pse kanë ardhur. Ke uri për ata që kanë ikë. Kjo ishte që më thoja lidhur me... Okej, jam i qartë, të falenderoj për në fakt këtë përgjigje që mund të jetë sinqert, në fakt më duke, Dua të qëndroj më tej, po në proporcion me ata që kanë ardhur. Partia e Lirisë do të qëndrojë në qarkun e Korçës, do ta vazhdojmë diskutimin deri në fund për qarkun e Korçës. Partia e Lirisë është në një proces të vazhdueshëm të afrimit të zërave të rinj. Duke ditur që është një parti e cila është e treta në radhitje ndër partitë e mëdha, si qëndron konteksti me ata që vjen. Pra, kush janë? Cila strategjia që ju po afroni? Kë po synoni më tepër? Sepse PL-ja në atë që unë mbaj mend historikisht, që e vogël, ka qenë një parti e cila afronte përgjithsisht të rinj, apo? Një parti të rinjve. Ktu ishte frymëzim. Dhe më pasaj ka pasur disa ndryshime, hapje të ndryshme, synime të ndryshme për target grupe të tjera etj. Të jemi sinqert, Partia e Lirisë sot ka një vështirësi në funksionimin e saj, sepse nuk është e lehtë për një parti politike të ketë leadershipin në burg edhe të organizohet apo të ketë mundësi të shtrihet në terren. Sigurisht që ne dhe strukturat punojmë për një gjë të tillë, kudo që janë, por leadershipi është shumë i rëndësishëm për partinë. Është vërtet. Dhe frymëzon, bashkon etj. Edhe kulturalisht shqiptarët kanë shumë qejf të shkojnë te i pari, Është kanë vërtet. kontratën e duan ta bëjnë me të shtrëngimin e dorës, mbështetjen dhe një leadership si Ilir Meta sigurisht që është shumë i rëndësishëm për
Partinë e Lirisë dhe kjo na e vështirëson, na e ka vështirësuar punën edhe në zgjedhje dhe na e vështirëson punën në riorganizim. Por thënë kjo, për disa prej nesh, fakti që Ilir Meta është në burg, ka qenë një motiv më shumë. Pra, sado që na e vështirëson nga një anë, nga ana tjetër është lloj motivimi, sepse mendoj që miqtë e mirë, shokët e mirë, na tregojnë veten ditë vështira. Dhe shumë prej nesh kanë bërë këtë zgjedhje për të vazhduar, për të qenë aty, për të kontribuar, për të mbështetur Ilir Metën, për të mbështetur Partinë e Lirisë, për të mbështetur atë filozofi të cilën unë kam gjetur shumë përbashkët me veten time, të një njeriu i cili është rreth par patriot. Sigurisht mund të ketë njerëz që ndajnë mendime të ndryshme në raport me këtë punë, por unë flas nga përvoja e dikujt që e ka njohur nga afër, që ka bashkëpunuar nga afër për shumë vite. Dhe ajo që ndaj unë me të rreth par është patriotizmi, dashuria për këtë vend, si pak kusht tjerë. Dhe mendoj që ka qenë motiv për të punuar në terren, për të takuar me njerëz. Sigurisht që në këto vite kemi çeduar në aspektin e punës me të ri, madje ka qenë një hall e dobët e jona, por përpiqem të riorganizojmë tani, madje kemi vendosur edhe drejtuesit e ri të forumit të cilët po punojnë. Ka pas dhe i takim para për një muaji në Tiranë me të ri dhe mendoj që do vazhdojmë ta bëjmë. Sigurisht është një target group që Partia e Lirisë e ka pas në vëmendje, e ka mbështet, e ka promovu dhe do vazhdojmë të bëjmë, por nga ana tjetër neve jemi të hapur dhe mirëpresim çdo qytetar intelektual apo jo, i cili ka dëshirë t'i bashkangjitet. Ajo që të reu për fat keq është që po t'i kthehemi asaj që folëm në fillim për pafuqinë e mësuar, është që sot ka një lloj gati averzioni për politikën. Një mungesë të madhe dëshire nga të rinjt për të përfshirë në politikë. Është e vërtet. Janë raste të rralla, janë përjashtime ata të cilët vinë dhe afrohen dhe kanë dëshirë të përfshihen apo të kalojnë kohë apo të jenë pjesë e forumeve, të marrin pjesë në takime apo aktivitete të tjera. E shoh edhe në një element tjetër, tek përqindja e votimit. Pjesa më e madhe, rreth 70 deri në 80% janë në moshat e mesme deri në moshat e treta. Saktësisht. Ata nuk votojnë. Pra, është një lloj bojkotimi i tyre në raport me politikën, dhe gati politika shikohet si mëkat. Dhe kësaj kanë kontribuar nga pak gjithë besoj unë, por edhe vetë politika, sepse nuk ka asnjë lloj mëkati brenda faktit që ti je angazhuar. Ti je angazhuar, ti përpiqesh thuash fjalën tënde, thuash zërin tënd, nuk kupton të japësh mendimin tënd, të marrësh pjesë në vendimmarrje. Nuk ka asgjë të keqe. Dhe madje për shumë të ri, kjo do ishte një gjë shumë më mirë se sa kalonin kohën në një mënyrë tjetër që është më pak e shëndetshme e kështu me. Dhe fakti është që hasim vështirësi pikërisht në përfshirjen e moshave të reja në politikë, në angazhimin e tyre, edhe për shkak të këtij qëndrimi refuzues, i cili mendoj unë që nuk është vetëm për Partinë e Lirisë, kam përshtypjen që është në makro, patjetër. Është në makro, edhe tek organizatat e shoqërisë civile, ë? Edhe tek vetë vendi, sepse të gjithë po shohin më mirë srim këtu, ikën. Po. E zgjedhin pra largimin, mos pasjen e një krau, një pozicionimi, se mbase mund të ndikonte mirë edhe brenda Partisë Socialiste nëse do vinin të rinjt. Mund të ndryshonin konceptin e kësaj partie, mund ndikonin pozitivisht. Por mungesa e tyre se po e le gjithë peshën tek ata të cilët kanë vite që nuk e lëshojnë. Doja të qëndroja, ne kemi zgjedhjet shumë pranë. Se kur flasim për shumë pranë, dihet që partia që është në pushtet, po në momentin kur i fik motorët aty i ndes. Zgjedhje kemi shumë pranë. Lokalet 27-ës. Është se mund të kemi zgjedhje qendrore. Këto nuk e di. Kjo është nga vullneti
Së thot populli, themi një fjalë. Dakor. 2027, mua më intereson shumë 2027 për aspektin çfarë do të ndodhi me vetë qeverisjen vendore, me bashkitë në qarkun e Korçës. Ndjej që nga zgjedhjet e fundit lokale, u arrit që Partia Socialiste të merrte të gjitha bashkitë e qarkut. Edhe ato që do të ishte bastioni i sigurt i të djathtë devolve. Shtovi rezultatin në Pogradec, shtoi rezultatin në Maliq, shtoi rezultatin në Korçë, pra si të thuash gjithë të drejtuar për partinë pushtet. Gjë që në perceptimin tim, unë jam gazetar, nuk jap shpesh perceptimet, por në podcast më kam zgjedhur të jap. Në perceptimin tim ka ndikuar shumë negativisht. Sepse ti mund të japësh edhe i kanë dhënë edhe bashkinë, i kanë dhënë edhe këshillat. Vetë aga vetë ustan në fund ditës, vetë vullosin, vetë firmosin dhe në fund ditës Do të jap vetëm një element që tregon se si administrohet paraja publike nga bashkitë. Unë në një përmendësim që pata para zgjedhjeve tha që vetëm në vitin 2024 74 tendera ishin red flag, pra me flamur të kuq, të etiketuara si tendera me probleme nga vetë institucioni që merret me prokurimet publike. është e vërtet. Imagjino në një qark ku 16 për tyre ishin Pogradec, më shumë në Korçë edhe në bashkitë e tjera pastaj. Kërkova të shikoj se si është situata për 2025-ën, më thanë që ishte vështirë të hapje sot faqen për ta bëjë gjatë tillë. Nga një kërkim tjetër që bërëm dilnin ja 4 tendera, po mendoj që duhet të jenë prapë më shumë. Jo, janë shumë më tepër. Janë shumë më tepër. Nuk e kam atë të dhënë të ta them tash sa është kjo për vitin 2025, po kam përshtypjen që administrimi i të mirave publike, i paras tonë, që në fakt janë taksat tona, janë ato që paguajmë ne të gjithë si qytetar, nga pushteti vendor, le shumë për të dëshiruar dhe ka hije të mëdha të asaj fjalës që kryeministri po thotë që është në modë sot. Okej, ashtu. Jo, unë Në fakt e ka sjell ai bashkë me shpullën e tij. që është mod për të, është hall për Po se popullin. është modë të flasësh për korrupsion, po ne. Po pra, është hall për popullin, po. Fjalë më interesante, por ajo që do doja të shtyhem tepër tek diskutimi është çfarë synon 2027-ën Lëvizja Socialiste për Integrim. E di që është Partia e Lirisë. Dikur lësi, s'ka pse. Yes, Partia e Lirisë. Çfarë synon në zgjedhjet e ardhshme? E di që është shpejt, por më intereson objektiva, sepse ju jeni drejtues politik i qarkut, sekretar politik i qarkut. Dhe besoj që disa kalkulime keni nisur t'i bëni. Po. Ju keni përfaqësinë tuaj në të gjitha këshillet, Po. që për hir të së drejtës unë duhet ta them sot publikisht që ka bërë opozitën reale. Në shumicën e rasteve nuk janë bërë publike gjërat për shkak edhe të prioriteteve të mediave, duhet ta theksoj këtë pjesë, apo momenteve të caktuara kur edhe mediat bëjnë lajme. Por debatet, qoftë në Pogradec, qoftë në Maliq, qoftë në Korçë, kanë qenë të orientuara kryesisht nga këshilltarët e Partisë Lirisë. Ndryshe nga ata të Partisë Demokratike që në shumicën e rasteve janë bërë palë me pushtetin për të cilat unë kam folur. Jo, nuk dua të më kundërshtoni këtë sepse kam shumë fakt. Okej, po Dua të hyni. nuk e ndaj. Okej. Është vërtet që këshilltarët tanë, posaçërisht në disa bashki, në këto të ndajat, pra Korçë, Pogradec, Maliq, kanë bajtë dhe qëndrime të forta edhe kanë qenë gjithmonë të rreshtuar përballë pushtetit. Dhe synimi i Partisë Lirisë për zgjedhjet e ardhshme lokale është jetë pranishme prap në këshillat bashkiak dhe nuk mund ta them dot nga sot, nuk mund ta vizatoj marrëveshjen politike se si do jetë, por pse jo, ndoshta mund të kemi edhe në një kandidat tonin në një prej bashkive të qarkut, por synimi kryesor janë këshillat bashkiake. Pra do të planifikohet paktën edhe me reformën zgjedhore planifikohet që të jeni në të njëjtën listë prapë, besoj, më shumë mundësi apo? Ka shumë mundësi që të jemi në një listë të ndarë. Në një listë ndarë. Kjo do të japim më shumë forcë për LS apo? Mendoj që garat janë bërë për të bërë, për të përfshirë dhe për të pa se sa peshon ti vetë. Kështu që
Unë konsideroj gjë korrekte edhe në raport me aleatët tanë që ne, megjithëse kjo po them nuk është një vendim politik përfundimtar, se vendimi politik përfundimtar do e marrim forumet, do marrë kohë, po. Janë qëndrime që neve i kemi shprehë gjatë kësaj kohe, kemi diskutuar dhe ndoshta të kemi një listë të kandidatëve për këshilla të veçantë. Të shpresojmë që do të ketë një listë më përfaqësuese, ëh? Një listë e cila do të sigurisht në disa raste kemi pas mundësi të bëjmë dhe lista më të mira, duke përfshi edhe figurat kryesore politike, por duhet kuptuar që në fund ditës është e rëndësishme shumë që në politikë edhe të japësh mundësi edhe njerëzve të tjerë dhe përfaqësimi mund bëhet edhe përmes figurave të tjera, nuk mund të jetë gjithmonë i njëjti person ose të njëjtat figura apo të njëjti grup njerëzish. Duhet të dhënë mundësi të tjerëve, por mendoj që kësaj rrade ajo që mund korrigjojmë është që të luajmë me aktorët tonë më të rëndësishëm në terren që kanë fuqi elektorale dhe që janë ata që mund ta tërheqin një rezultat më të mirë për Partinë e Lirisë. Çdo thot për ju 80% e buxhetit të bashkive shkon për paga. 20% që shkon për investimet shkatërrohen. Nuk e di nëse është 20%. Po të them për shumë për Korçën. Për Korçën nuk e ka kalu 15%, dhe realizimi është vetëm 35%, pra është vetëm 5% në 10 vjeçarin e fundit, që është drejtuar vetëm nga kryetar socialist. Pra vetëm 5%, pra 5 në 100 lekë që ka buxhet bashkia e Korçës, kthehen për qytetarët në formë të një investimi. Mund të jenë prokuruar apo planifikuar 15, por në fund ditës ato që e kanë parë dritën e realizimit kanë qenë vetëm 5 në 100 lekë. Unë kam një formulë tjetër për këtë. Ndërkohë që rreth 60 në 100 lekë shkojnë për paga për një administrat që ndrrin diku te 1350 veta për Bashkinë Korçë më fal. Pra, sot ne kemi, siç e thatë edhe ju në një moment, kemi një pushtet lokal i cili prodhon disa të mira për një grup caktuar njerëzish, një grup vogël, po dhe ca paga për një grup më të njerëzish që janë fuqia votuese e tyre ditën e zgjedhjeve, dhe në fund ato që janë vepra kritike për jetën e qytetarëve. Për situata si kjo e para ca ditëve të shkuara, ato pastaj mbeti copë vogël, e cila dhe kafshohet nga të gjitha anët, dhe në fund investimet që prodhon pushteti vendor janë shumë pak. Edhe kur janë me fondet përzierje qeveritare apo jo, edhe pastaj këta kanë arritur deri në atë pikë që ndonjëherë edhe transparencë nuk kanë, nuk din të thonë nëse është investim që është bërë me fondet bashkisë apo me fondet e qeverisë qendrore, nuk din të thonë, siç është rasti i shtyllave ndryshemisht, që nuk ka transparencë. Jo, është transparencë. Ka transparencë. Është transparencë atje. Jo garantoj për këtë pjesë kam gjithë dokumentacionin, gjithë praktikën aty. Me çfarë fondesh është? Me fondet Fondi Shqiptar për Zhvillim. Po. Dhe problemi është administrimi. Administrimi ka kaluar një ndërmarrje të përbashkët të ngritur ndërmjet ADF-s dhe Bashkisë Progretesit. Po. Pas dhënies në dorëzim, pra që mund të jetë dhënë në dorëzim tash në këtë moment që flasim, i gjithë investimi, janë këto të fundit që menaxhojnë. Projekti është i propozuar nga Bashkia e Progretesit. Kur pyetesh a e ke bërë projektin, pse thon jo se kemi bërë ne? Po mirë pra. Shiko, se transparenca fillon që te ideja. Jo, e kam bërë Bashkia. Po. E kam me dokumenta. Okej, në rregull. Jam i gatshëm se ndjer. Kur flisja për mungesë transparence, unë nuk i kisha vetëm nga erdhën fondet dhe kush e bëri projektin apo kush e administron. Unë kisha që në zona filla
Më kupton ideja. Jo, është e qartë. Aty ne po flasim për kamerat se ato janë të dukshme dhe ajo e bën bam po. Në fakt, ajo është i gjithë investimi që po shkatërrohet pa u inauguruar. Po. Dhe përpos se pjesën nuk do të hyn tek detajet teknike sepse kam studiuar mirë si situatë si projekt. Ai është një ndër projektet që rrezikon sot seriozisht statusin e liçenit në UNESCO. Pikërisht për sa i përket tekave të pushtetit vendor. Kështu që Dhe jo vetëm. patjetër, sepse kur hyhet në një valle shumë të madhe, njëri heq, tjetri e vazhdon. Kështu është edhe historia aty, por për të kaluar tek ajo që do doja si janë marrëdhëniet tuaja në nivel qarku me partitë e tjera të spektrit opozitar dhe partitë e vogla. Unë sa po isha në takimin e themelimit, në 35 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike në Korçë, mora pjesë atje, sigurisht si një prej anëtarëve të shtabit elektoral në zgjedhjet e fundit, mora i ftesë online dhe shkova mora pjesë me kënaqësi dhe bashkëpunimin me PD-n sigurisht ka pas problematikat e veta, unë them që ka qenë mjalë, por edhe para zgjedhjeve dhe gjatë zgjedhjeve dhe mbas saj, por mbetet partner serioz. Alternativa më e mirë ndër të këqijat. Po, për sa i përket partive të tjera të vogla, nuk është se kemi një bashkëpunim në ndërveprim, por unë them, qoftë edhe këto trejat, nuk është se kemi pas aktivitet përbashkëta apo të ndërvepruar. Do thotë është diçka e zvet, do të thënë unë. Ato vazhdojnë prishin punë në fakt. Do të parë edhe në zgjedhjet e ardhshme çfarë do ndodhi. Kur them prishin punën sepse vota e dhëndyre nuk përkthehet në eficiencë në mandat apo ku di unë. Shiko, ne mbajmë qëndrimin që jemi për një koalicion sa më të gjerë opozitar, po i cili ndërtohet mbi parime dhe ka partner të cilët janë ndershëm në të koalicion natyrës. Edhe një pyetje tjetër të fundit për ta mbyllur. Kjo hyn tek spektri personal. Keni komunikuar me zotin Meta? Janë takuar. Mund ta thoni diçka mbi takimin, mbi situatën e tij, mbas edhe ndonjë element të vogël të asaj çka ju keni shkëmbyer me njëri tjetrin. Gjëja e parë që konstatova ishte që ishte mirë me shëndet dhe për këtë Si mjek apo si mik? Më takova si mik, por në këtë rast duke qenë dhe mjek, më kupton ne kam i sy i çik më zhvilluar, më kupton për të kuptuar si është gjendja e tij shëndetësore dhe e pash goxha me energji dhe optimizm. Edhe më erdhi mirë për gjë të tillë. Zoti Meta mbetet shumë i bindur në pafajësinë e tij. Dhe unë shpresoj shumë që sa më parë të dalim në liri. Mendoj që dhe momenti ka nevojë për politikan të tillë si zoti Meta dhe Partia e Lirisë ka nevojë për leadershipin e tij dhe në fakt shpresoj që edhe drejtësia triumfoj në rastin e zotit Meta. Kështu që jemi në pritje të zhvillimeve që ka në raport me rastin e tij dhe mbështesim plotësisht gjithë betejën ligjore që ai po bën. Doktor, të falenderoj vërtet që të pata në studio. Është gjithmonë kënaqësi të diskutojmë me ju, jo vetëm për aspektin politik, por edhe për qasjen e argumentet që ju keni. Në fakt unë kam keqardhjet e mia që ju nuk ishit një ndër ata të cilët do të dilnin dhe të përfaqësonin qarkun në nivel të zgjedhjeve të fundit. E them edhe them publikisht këtë gjë. Ose nuk kam keqardhjen që nuk fitoi opozita. Secili ka mëkatet e veta, funditës. Dhe janë ca gjëra që na ndjekin kur ne I bëjmë gabim gjatë gjithë jetës sonë. Kështu që edhe opozitën po e ndjekin ca gabime të saj. Kështu që nuk do dua t'i komentoj sot. Nuk do dua sepse do t'i lej një mundësi
edhe atyre të profesorëve të Partisë Demokratike e tjerë me mua të diskutojmë me aq sa kemi në dorë. Në fund ditës ne kemi vetëm fjalën, prandaj zgjedhjen të mos eshte. Doktor, të falenderoj vërtet. Edhe unë falenderoj për ftesën, edhe për mundësinë, edhe përshëndes gjithë ata që ndjekin përmes podcastit tuaj. Faleminderit. Miq, ishim sot me mjekun Gentian Çala, por këtë herë në rolin e sekretarit politik të Partisë të Lirisë për qarkun e Korçës. Në fakt në këtë bisedë që diskutuam pak mbi zhvillimet në shtetin tonë të bukur ku ditë për ditë ndodhin komedira alla Spaku dhe ende njerëz të paarrestuar, të cilët po kthehen në një mod shumë të shpeshtë, pavarësisht krimeve që bëjnë, edhe vjedhjeve që bëjnë. Por shpresojmë që vendi ynë i bukur një ditë do bëhet akoma më i bukur, duke u pastruar nga ata të cilët duket sikur e mbrojnë, por në fund ditës e zhvasin. Kështu që unë po ju le takim përsëri në podcast të ardhshëm me një tjetër ftuar. Deri atëherë ju uroj mirupafshim.